Në një dalje publike përpara mediave, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka përsëritur qëndrimin se zgjedhjet e 11 majit janë zhvilluar në presionin e një narkoshteti dhe se raportet paraprake të organizmave ndërkombëtar po e faktojnë atë që ai e quan masakër elektorale. Fakte, dokumenta shkatrimtare për farsën elektorale të 11 majit të organizuar nga Totorino i Tiranës Edi Rama. Ai theksoi se betejë për votën e lirë do të mbyllet me përfundimin e procesit zgjedhor dhe se Partia Demokratike do të vijojë përpjekjet për çdo kancelari europiane, si edhe në Kongresin dhe Senatin Amerikan për të denoncuar sipas tij shkeljet masive të standardeve demokratike. Partia Demokratike dhe opozita po përgatit luftën e fuqishme për mbrojtjen e të drejtës së votës të shqiptarëve. Ku do thonë ju? Në të gjitha qendrat e mëdha, në Kongresin e Shtetet Bashkuara, Senatin e Shtetet Bashkuara, në Parlamentin Evropian, në Këshillin e Europës, në Asamblenë Parlamentare të OSBE-s, në ODIHR, pranë qeverive të vendeve të lira. Ky popull e drejta e këtij populli do të mbrohet për votën e lirë. Do mbrohet. Flet për një luftë në mbrojtje të votës së lirë, teksa thotë se Partia Demokratike është në një emergjencë. Duhet të përcaktoj rrugët e daljes e mbrojtjes së votës shqiptarëve dhe pastaj të gjitha tjerat. Por emergjencë është zgjedhjet e grabitura nuk i falen kurrë narkodiktatorit Edi Rama, cili do që mendon ndryshe, le të hedh poshtë njërin nga fakte që kemi paraqitur se për kësaj here, gjërat bazë janë publike, i bëri me vendime qeverie Edi Rama. Nuk po merri me ato të nëndheshmet. Xhabaftet dolin haptas dhe i dhanë Blendi Xhabaftit 5500 vota. Kjo deklaratë vjen vetëm pak ditë përpara protestës paqësore të paralajmëruar nga opozita që do të mbahet në Tiranë në të njëjtën datë, kur pritet dhe zhvillimi i samitit të Komitetit Politik Evropian me pjesëmarrjen e 47 liderëve të vendeve të Europës. Mbrojtjen, siç e konsideron Berisha, do ta nisë nga Haitja, ku do të udhtojë në Bruksel për të marrë pjesë në punimet e Aleancës Globale të Qendrës së Djathtë.